që ka mbetur mbase pa i dhënë përgjigje është edhe korrigjimi i një regjistri të Gardës së Republikës, ku shkruaj se të ngrihet helikopteri për të hedhur lëndë homogjene dhe më pas është ndryshuar në lëndë lakmin homogjene. E ngritur aso kohë në fakt në parlament në mos gaboj në 2015 edhe nga ish ministri Sajmir Tahiri. Ju, zoti Berisha, jeni pyetur nga SPAK edhe për këtë çështje? Tani, se që ngrinë dhe se që trillon Sajmir Tahiri apo tjetër kush, unë nuk di. Kryeministri, pyetet, kryeministri nuk ka asnjë lidhje me asnjë regjistër. Kryetari i qeverisë nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. Ai pyetja është krejt e kotë. Po, a jeni pyetur nga SPAK? Edhe një herë, s'mund të pyetet. Nuk mund të pyetesh se kryetari i qeverisë, kryeministri, nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. I kishe 3 apo 2? Mirë, vazhdo Osman. Zoti Berisha, deklaruat pak më herët se çdo aktivitet i cili bëhet jashtë forumeve të Partisë Demokratike është privat. Absolutisht. Strikt. Strikt A do të marrë masa Partia Demokratike që ju drejtoni në raport me njerëzit demokratët, antar të strukturave apo eksponent pra të rëndësishëm kësaj force politike që bëjnë këto veprime që ju i cilësoni private? Këto janë vërtetërisht krejtësisht private, nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Pra do i përjashtoni apo do merrni masa? Jo, e them edhe një herë. Janë në funksion të këtij apo atij interesi, kjo mbetet për tu pa. Por Partia Demokratike ka forumet e saj demokratike, nga kryesia, Këshilli Kombëtar tek seksioni, që të gjitha do mblidhen dhe kanë filluar të mblidhen, do mblidhen për të bërë diskutim, analizën e punës. Por, aktualisht Partia Demokratike ka 2 objektiva kryesore. Spari, po merret çdo ditë dhe po denancon mega aferën korruptive të pashembullt të tunelit Llogaras dhe avokati që Edi Rama blokimin që po i bën po përpiqet t'i bëjë drejtësisë Edi Rama duke bërë avokatin e Lubi Ballukut. Kjo, së dyti, po merret me analizën e punës saj pas mbylljes së vlerësimit ndërkombëtar damkosjes së zgjedhjeve. Ju duhet ta dini që dje në Kongres të Shteteve të Bashkuara dëshmitar të thirrur nga Kongresi për dëshmi, kanë bërë deklarata në cilat kanë kërkuar autoritetet qeverisë Shteteve të Bashkuara, kanë njoftuar, kanë denoncuar persekutimin e opozicës dhe sulmin ndaj pluralizmit politik, farsën zgjedhore dhe lidhjet me krimin. Pra Partia Demokratike është edhe në një analizë të vetë të brendshme, edhe në betejë kundër Edi Ramës për vjedhjet dhe abuzimet e tij. Nuk mund të ketë, ne kemi forume. Kush del jashtë forumeve, del, nuk i përfill forumet, është puna e tij, është zgjedhja e tij. Një gjë do të them, Osman, se ti merresh edhe me historinë. Po të shkosh në vitin 90, të lexosh një intervistë time në dhënë gazetës Drita, do të gjesh aty se për Sali Berishën, thelbi i lirisë është zgjedhja. Në fakt, ky nuk jam original, ky është nocioni ekzistencialistëve për lirinë, por nocioni që unë kam përzgjedhur dhe kam mbështetur më shumë për lirinë. Kështu që çdo njeri bën zgjedhjen e vet.